Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të përqendrohemi së bashku për të mësuar dy folje shumë të rëndësishme në gjuhën angleze, siç janë foljet can and can't, ose në gjuhën shqipe, folja mund dhe nuk mund. Do të shohim sot me kujdes se kur mund t'i përdorim këto dy folje shumë të rëndësishme. Pa humbur kohë, fillojmë me mësimin e sotëm. Si fillim, shohim se kur mund t'i përdorim foljen can apo foljen can't. Si fillim, shohim disa shembuj shumë të thjeshtë në gjuhën angleze. Për shembull, unë di të flas anglisht. I can speak English. I can speak English. I can speak English. Apo, unë nuk di të ngas makinën. I can't drive. I can't drive. I can't drive. Si fillim, shohim kur mund ta përdorim foljen can apo mund. Mund ta përdorim si fillim për të treguar një aftësi ose për të treguar se çfarë unë di të bëj. Për shembull, unë mund të lexoj anglisht. I can read English. I can read English. I can read English. Ose, ajo mund të gatuaj shumë mirë. She can cook very well. She can cook very well. She can cook very well. Dhe shembulli I tretë, ata mund të luajnë futboll. They can play football. They can play football. They can play football. Pra, si fillim mund ta përdorim për të treguar aftësi. Së dyti, mund ta përdorim për të kërkuar leje, zakonisht për diçka jo formale. Për shembull, a mund të ulem këtu? Can I sit here? Can I sit here? Can I sit here? Ose, mund ta përdorësh telefonin tim? You can use my phone. You can use my phone. You can use my phone. Dhe së treti, mund ta përdorim për të shfaqur një mundësi ose për të thënë një mundësi. Për shembull, mund të jetë ftohtë në dimër. It can be cold in winter. It can be cold in winter. It can be cold in winter. Ky dyqan mund të jetë I ngarkuar. This shop can be busy. This shop can be busy. Tani, shohim me kujdes kur mund të përdorim të kundërtën, pra foljen can't apo nuk mundem ose nuk di. Si fillim, mund ta përdorim për të treguar një paaftësi. Për shembull, unë nuk mund të notoj. I can't swim. I can't swim. I can't swim. Ose, ai nuk di të ngas makinën. He can't drive.
He can't drive. He can't drive. Së dyti mund ta përdorim për të ndaluar diçka ose dikë. Për shembull, nuk mund të pish duhan këtu. You can't smoke here. You can't smoke here. You can't smoke here. Ose fëmijët nuk mund të hyjnë. Children can't enter. Children can't enter. Children can't enter. Dhe së treti mund ta përdorim për të treguar një pamundësi. Për shembull, kjo nuk mund të jetë e vërtetë. That can't be true. That can't be true. That can't be true. Ose, ai nuk mund të jetë në shtëpi tani. He can't be at home now. He can't be at home now. Dhe si përfundim, do të shohim diçka të re në kanalin ton. Tani do të fillojmë së bashku serinë e mësimeve Dëgjo dhe përsërit, ose në gjuhën angleze listen and repeat. Listen and repeat. Do të shohim një dialog shumë të rëndësishëm i cili ka të bëjë me foljet që mësuam ditën e sotme. Do ta përsëris dialogun 2 herë në anglisht, shumë ngadalë, në mënyrë që të jesh i qartë për atë që po flasim. Nëse disa nga fjalët në gjuhën angleze nuk mund t'i kuptosh, në krahun tjetër keni gjithashtu edhe tekstin në gjuhën shqipe. Pa humbur kohë, fillojmë me tekstin anglisht. Hello. My name is Anna. I can speak English and I can read books. I can't speak Albanian very well. My brother can drive a car, but he can't cook. My parents can work every day, but they can't work on Sunday. We can go to the park today, but we can't go tomorrow. I can help you, but I can't come now. Hello, my name is Anna. I can speak English and I can read books. I can't speak Albanian very well. My brother can drive a car, but he can't cook. My parents can work every day, but they can work on Sunday. We can go to the park today, but we can't go tomorrow. I can help you, but I can't come now. Më pas shohim tekstin e dytë. My name is Mark. I can work in an office. I can't work at night. My friend can speak 2 languages, but he can't speak Albanian. We can meet today, but we can't meet tomorrow. I can help my family. I can't help everyone. My name is Mark. I can work in an office. I can't work at night. My friend can speak
two languages. But he can't speak Albanian. We can meet today, but we can't meet tomorrow. I can help my family. I can't help everyone. Këto pra miq ishin dy foljet can dhe can't, apo nuk mund apo mund në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i vlefshëm dhe sot të keni mësuar diçka të re. Faleminderit që ishit këtu dhe sigurisht shihemi në videon e radhës. Goodbye. Mirupafshim.